patjetër Renato ka bërë gjatë muajit dhjetor dhe janar atë që di të bëj më mirë, të reklamoj mjaftueshëm librin e vet, por unë mendoj që ky libër është një guid e mirëfillt marketingu për çdo kënd, jo vetëm për individ të cilët kanë një biznes, por edhe për persona fizik, apo qoftë edhe për individ të cilët nuk kanë biznes, por duan të rrisin performancën e tyre në punë, vetbesimin e të tjerë. Ajo çka e bën këtë libër, mendoj shumë unik në llojin e vet, është fakti që është një libër me një gjuhë shumë të thjeshtë. Sikurse dhe teoria Feynman thot, Feynman ka qenë një shkencëtar, një nga 10 shkencëtarë të cilët kanë qenë në grupin e punës që kanë prodhuar bombën atomike, që në fakt në ato vite ata nuk e dinin që do përdorej fatkeqësisht edhe për gjëra jo të mira në historinë e botës. I shpjegonte teoritë e tij të fizikës me një gjuhë shumë të thjeshtë, me një gjuhë gati sikur fliste me një fëmijë. Dhe ajo çka e bën të veçantë në gjykimin tim këtë libër është pikërisht, ndoshta dashur pa dashur, Renato ka ndjekur të njëjtën teori të Feynmanit. Pra me një gjuhë me një gjuhë të jashtëzakonshme, por gjithashtu dhe shumë të thjeshtë, mendoj se ka ditur të përqaset tek lexuesi. Shembujt të cilët Renato jep janë shembuj, do thoja, që shumë nga ne nuk e kanë menduar se mund të jenë në një libër dhe nuk e kanë menduar që në fakt kur lexon rreshtat e këtij libri të duken kaq të domosdoshëm. Më ka bërë përshtypje një kapitull ku ai flet për një çift i cili do të blejë një shtëpi të re. Shpeshherë ne nuk e kemi menduar që kur jemi nisur për të blerë një apartament, ne në fakt duhet të lexojmë. Duhet të kemi një udhërrëfyes dhe një udhëzues se si ne duhet të procedojmë në blerjen e një shtëpie. Dhe mua më ka pëlqyer shumë që Renato ka ardhur me shembuj shumë të thjeshtë, ndoshta ndonjëherë shembuj do të thoja shumë sporadik, të cilët ne i ndeshim shumë në jetën tonë, por për të cilët lexojmë pak. Dhe mendoj kjo e ka bërë librin e Renatos shumë të veçantë. Ai ka dhënë në fakt dhe shumë mesazhe të forta, do të thoja mesazhe shtëruese. Do më pëlqente një nga mesazhet që ai ka dhënë, mos bëj një marketing digital i cili të konsistoj vetëm në postimin e përditshëm të reelsave apo të fotove, por bëj një marketing i cili të impaktoj, ose më saktë thënë shqip, të pëlqehet nga klienti. Do veçoja gjithashtu edhe psikologjinë e klientit. I ka hyrë klientit, do thosha deri në palc. I ka hyrë me shumë modesti, por i ka hyrë gjithashtu paralelisht edhe me shumë strategji. Pra, të gjithë, do thoja, punën e tij shumë vjeçare, ai ka trajnuar, ju mund ta dini edhe ndoshta më mirë se mua, gati 2000 veta në trajnimet që ka bërë të marketingut, të gjithë tharmin, eksperiencën e tij të gjatë në punë, ai e ka mbështetur në këtë libër. Dhe unë mendoj që pikërisht u qëndron suksesi i këtij libri. Librat e huaj të cilët ne botuesit përkthejmë dhe vrapojmë ti përkthejmë, sepse na duken më të mirë se të autorëve shqiptar, nuk kanë asgjë më shumë se ky libër. Ky djalë ka dhënë gjithë eksperiencën e tij dhe gjithë shpirtin e tij në këtë libër dhe unë jam shumë besim plot që ky libër do të vazhdojë të rrugëtojë me sukses. Urime Renato. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Elda, edhe për bashkëpunimin që kemi patur në përbotimin e librit. Dhe për fjalët e mira. Shumë faleminderit edhe që gjithë që keni ardhur sot. Ky libër ka qenë edhe si një nevojë që shumë nga pjesëmarrësit e trajnimeve tona na thonin, shumë nga idetë që ne diskutojmë nga trajnimeve, a mund ta hedhësh në një dokument që ti kemi të shkruara dhe gjatë sezonit verës, sidomos që punova shumë, thash, ok, po ulem, po i shkruaj gjithë idetë kryesore, sidomos historitë apo temat që nxisin debat gjatë trajnimeve, ato që kanë më shumë interes për realitetin shqiptar, dhe sidomos për psikologjinë e klientit dhe mënyrës që ta shikojmë marketingun si marrëdhënie besimi, jo vetëm për të bërë postime për të qitur. Dhe duke shkruar, pas që mendoja që do ishte rreth 50 faqe, shkoi 100 faqe, 150 faqe, 200, 260 faqe, dhe thash ky që ka libër. Kështu që e formatova edhe një herë, e strukturova pas praktikat më të mira të librave bestseller që ne kemi diskutuar në Business Book Lab më parë. Dhe thash, pse mos krijojmë dhe një avantazh tjetër që ndryshe nga librat
që janë nga autor amerikan apo europian, që mendoj që jemi lodhur nga histori që nuk kanë shumë lidhje me kulturën dhe me realitetin shqiptar. Thash, pse mos krijojmë histori duke u bazuar tek eksperjenca lokale që ne kemi. Dhe më bëhet shumë qefi që edhe Shtëpia Botuese, edhe Elda, po më thotë edhe disa të tjerë, që ky është libri i parë për marketingun digital nga autor shqiptar. Dhe sepse ne kemi mbi 30 vite tani demokraci, dhe është gjë e bukur që të promovojmë edhe historitë tona të suksesit. Tregojmë edhe ekspertizën tonë, se mendoj kemi shumë profesionistë, po dhe kompani që nxjerrin praktikat më të mira dhe e meritojnë që të promovohen. Dhe përmes këtij libri kam dashur që të promovoja edhe shumë edhe historitë suksesit kompanive shqiptare, po kështu edhe profesionistë. Disa profesionistë janë edhe këtu, bëhet shumë qefi. Dhe mendoj që kam dhënë në këtë libër gjërat kryesore që duhet të di çdo profesionist, jo vetëm marketer, po çdo profesionist që do të promovojë idetë e tij, ekspertizën dhe të marrë maksimumin nga bota digjitale. Shikojmë që çdo ditë ka një nevojë të jashtëzakonshme për edukim. Se tani gjithë kemi nga një smartphone. Asnjë universitet nuk na ka mësuar se si ta përdorim në mënyrë praktike. Është një realitet i ri. Dhe këtë bisedë po bëja tani me një nga kolegët që brezi i ri po i përdor media sociale gati 6 orë deri në 8 orë në ditë. Dhe është e frikshme sepse më shumë kalojnë online se sa me prindërit dhe sa me universitetet apo me pedagogët. Dhe mendoj që profesionistët e fushave ka ardhur momenti që të shikojnë media sociale si mjete për të përdorur për të arritur objektivat e tyre profesionale. Dhe jam përpjekur që nga një studim im 10 vjeçar të nxjerr praktikat më të mira dhe strategjitë më të mira të marketingut. Që të njohja e klientëve ideal, psikologjia e tyre, arsyet pse blejnë, strategjia e komunikimit, si të përdorim AI që pa humbur originalitetin ton, si të krijojmë strategji dhe plane marketingut të mediave sociale, si të gjenerojmë fushata digjitale, si të kthejmë klientët në histori suksese, si ta bëjmë brandin më njerëzor duke fuqizuar punonjësit, duke kthyer ata në brand ambasador, dhe në fund patjetër edhe se si të zhvillojmë brandin ton personal. Çdo njeri ka një brand personal, duam apo s'duam ne, emri jon është brandi jon, reputacioni që kemi ndërtuar ndër vite dhe sa më shumë influencë kemi, sa më shumë network, sa më shumë njerëz na njohin, na pëlqejnë dhe na besojnë, aq më shumë dyert na hapen. Kështu që këtë libër e kam bërë për gjithë ata miqtë e mi, po edhe për gjithë ata që duan të marrin maksimumin nga kjo botë digjitale që jetojmë sot. Kështu që historia që tha Elda pak për historia, për shembull, ajo që përmendi Elda me blerjen e një person, unë vetë është historia ime, kur unë kam dashur të bleja apartament para rreth 4 vitesh, ishte që pothuajse kam kërkuar mbi 6 muaj dhe pjesa më e madhe e real estate-it, se ne kemi trajnuar shumë edhe nga real estate-i, kemi parë që pjesa më e madhe e komunikimit online është që vetëm duan të shesin. Ndërkohë ne si çiftëri donim të dinim, donim të edukonim që në këtë kaosin e Tiranës nuk donim të shikonim agent që thotë ky është agenti më i mirë i muajit, unë jam më i miri, më i bukuri, unë jam agjencia më e mirë, unë kam shitur më shumë. Jo, ne donim ekspert që me ekspertizën e tyre të më tregonin mua si çift i ri ku duhet të investoj në këtë kaosin e Tiranës. Ku më edukonte. Po asnjëri nuk donte të më edukonte, gjithë donin të na shisnin. Dhe të njëjtin problem që kisha unë e kanë të gjithë të rinjt apo gjithë ata që duan të blejnë sot, akoma një pjesë e mirë, por mos thon pjesa më e madhe e agjensive, akoma vetëm duan të shesin, por nuk ndërtojnë marrëdhënie besimi, duke edukuar dhe duke ndihmuar audiencën. Dhe e bukur ishte kjo që sot të blesh një shtëpi është një nga zgjedhjet më të rëndësishme në jetë. Janë 3 vendime. Mos të thënë më e rëndësishme është. Më e rëndësishme. Pas martesës. Ne themi po, janë 3. E para, një nga vendimet më të rëndësishme në jetë është profesioni, për çfarë punën do bësh gjithë jetën. E dyta, me kë do martohesh, sepse ndikon gjithë jetën. Dhe e treta, ku do jetosh, sepse ka të bëjë shumë me kë do rritet fëmia yt. Kush do jetë kopshti afër, shkolla, çerdhja që do kesh dhe fshinjët, komshit sa ndikon në gjithë stilin e jetesës. Dhe këtë vendim kaq të rëndësishëm se ku do jetosh, unë patjetër duhet i besoj një profesionisti. Po që unë nuk po e gjeja dot për 6 muaj.
Dhe kjo ishte strategjia që sot strategjia më e mirë është duke pozicionuar si edukues, duke komunikuar si edukues, se vetëm nëse njerëzit të besojnë që je ekspert dhe profesionist, atëherë mund të vinte ty të zgjedhin dhe të blejnë nga ty. Në një botë që gjithë duan vetëm të qesin, ne themi bëhu edukuesi audiencës tënde për të fituar më shumë besim. Jo vetëm për ata që duan të blejnë sot, po dhe ata që duan të blejnë nesër, që ti t'jesh pozicionuar në mendjen e tyre si zgjedhje e parë. Kjo ka qenë edhe një nga shprehjet që ne kemi në libër. Si arrite që e zgjedhë shpirtin? Ne arritëm pas që e zgjodhëm vetë. E zgjodhëm vetë, kërkuam mbi 6 muaj, shkuam në kompanitë që na pëlqenin më shumë vetë, e pam kush kishte edhe hapësirat përbashkëta ose gjelbërim, që bashkëshortja ime ishte shtatzan atëherë dhe shikonim edhe elementin për fëmijët, që hapësira, gjelbërimi e tjerë, dhe shkuam vetë, gjetëm në kontraktor, gjetëm ata që punonin në clearing, këto janë sekretet profesionit që ata që kanë punuar në real estate din. Dhe derisa e zgjodhëm vetë, sepse nuk kishim besim mjaftueshëm te personat që u merrnin. Ja arritur ti të zgjedhësh në Tiranë një gjë kaq perfekte? Ne me vendimin ne akoma jemi kështu, akoma themi që kemi bërë zgjedhje më të mira. Dhe kemi kërkuar shumë. 6 muaj, nuk është, dhe pam që ishte zgjedhja më e mirë. Edhe akoma themi kemi bërë zgjedhje më të mirë. Ky është testi më i mirë, që edhe mbas 3 vitesh thuash je më i mirë. Ka shumë histori, shumë janë histori edhe nga kompanitë që ne kemi bashkëpunuar, që kemi dhënë trajnime, sepse edhe ne kemi ndihmuar shumë. Kemi bërë bashkëpunime me disa nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri dhe kemi pas fati që bashkëpunojmë aktualisht me 7 banka, me OTP Bank, shikoj që janë 2 kolegë. Kemi bashkëpunuar me disa kompani të Balfin Group, po kështu me kompani të tjera që mund të themi bëjnë edhe marketingun më të mirë. Dhe kemi dhënë dhe shembuj të tyre praktik duke bazuar te realiteti shqiptar, se jemi lodhur nga Apple, nga Coca-Cola që kemi studiuar që në universitet. Kështu që duke dhënë shembuj më të mirë të atyre, dua që çdo profesionist të shikojë media sociale për të rritur influencën e tij, për të rritur networkun dhe në fund ditës gjenerojë më shumë oportunitete. Oportunitete për karrierën e tij, oportunitete për biznesin apo aty ku punon, të ketë një autoritet më të madh treg si profesionist. Dhe kjo ndihmon në radhë parë atë vetë, sepse njerëzit njohin atë në çdo postim dhe lemri jon i pari, pastaj dhe lemri kompanisë. Kështu që kjo është win-win edhe për individin edhe për kompaninë. Kështu që kjo ka qenë edhe qëllimi. Do veçoja në fakt një pasazh të librit, ka shumë në promovimin e kaluar përmenda. Sot do përmend një pjesë tjetër që është shumë interesante. Shumë vite më parë, kur unë i thosha e prorëve të mi nga ato librat që përkthenin me atë përkthimin ton me fjalor, i thosha ne duhet ta ndjejmë veten që i përkasim kësaj kompanie. Në qoftë se një klient nuk e kupton që punonësit e duan këtë kompani, as ata vetë nuk do ta duan produktin e kësaj kompanie. Dhe shpesh e prorët më thoshin, mos doni vallë të bëheni ortak, është e pamundur. Dhe pikërisht në faqen 190, Renato arrin të mbledhë të gjithë cicatet e shumë nga marketerëve më të mëdhenj të botës, por pa qenë i lodhshëm, duke të thënë vetëm thelbin e tyre, se sa e rëndësishme është në një kompani të mos vrapojë në radhë të parë vetëm të marketoj fuqishëm nëpërmjet të gjithë rrjeteve sociale, TikTokut, Instagramit dhe Facebookut, produktin e vet, por në radhë të parë t'i bëjë klientët, por sidomos punonësit e vet, ta ndjejnë kompaninë që ju përket atyre, të ndjehen sikur ata janë ambasadorë të kësaj kompanie, të ndajnë vlera, të ndajnë kauza dhe në fund të ditës të ndajnë atë çka është më e madhe në kompani, pikërisht misionin e tyre kryesor, fitimin. Por që të bëhet kjo patjetër në radhë të parë duhet që një punonjës të ndjejë se i përket shpirtërisht, emocionalisht dhe patjetër fizikisht dhe mendërisht kësaj kompanie. Pra, më ka prekur shumë këto rreshta sepse i ka dhënë me një elegancë dhe pa qenë demagog. Pra, i ka dhënë në mënyrë do thosha shumë brillante. Dhe i ka dhënë një rëndësi shumë të madhe. Shumë e rëndësishme është që një kompani
të marketojë produktin e saj, patjetër që të gjithë punojnë për të shitur produktin dhe për të sjellë fitime në kompaninë ku ne aderojmë, por po kaq e rëndësishme për Renaton është edhe sa i rëndësishëm dhe sa me vlerë dhe sa potencial të vlerësueshëm në sytë e prorit jep çdo punonjës. Vërtet që kjo është një nga pjesët që mua më ka prekur shumë dhe nuk e di do doja edhe si pjesë e fakultetit ekonomik të pyesja, sepse ti ke më shumë eksperiencë. E ke ndjerë në kompanitë në cilat ti ke trajnuar në fakt një ndryshim në mënyrën e qasjes e prorëve drejt punonjësve të tyre në këto vite? A mendon se në sytë e prorëve punonjësit janë rritur? Ne vitet e fundit kemi vërej që ka një ndërgjegjësim që edhe kultura e punës, edhe vlerësimi i stafit të jetë më i madh. Dhe nga bashkëpunimi që kemi pasur nga kompanitë, nga bankat dhe nga kompanitë e tjera që kemi bashkëpunuar, kemi parë që po jepet lehtësira dhe fokus goxha zhvillimit të stafit, me trajnime, me ritrite, po kështu me lehtësime që ndoshta e premtja të bëhet pushim apo gjysdite, dhe sa vjene po vendoset në qendër kjo pjesë. Nga programet që ne kemi krijuar, pam që në pjesën më të madhe të kompanive akoma marketingu shikohet si vete dhe shikohet vetëm si një departament që janë në një kompani që ka 1000 punonjës, siç janë kompanitë e mëdha, banka e tjerë. Sot nuk mjafton më të jenë vetëm 2 punonjës, 3 punonjës të marketingu që të bëjmë marketingu për 1000 punonjës. Sepse nuk mjafton dot. Tani gjithë kemi smartphone dhe me një postim ndonjëherë më shumë vizibilitet me një postimi Marios apo i Desarës se sa i faqes kompanisë. E kanë kuptuar që faqet, platforma, nuk japi më fuqi faqeve të kompanisë. Nëse bëzëm një bank apo një faqe kompanie, profil kompanie, bën një postim, e kanë kuptuar që shikon vetëm 1 deri në 3% e followers. Pra vizibiliteti ka rënë shumë. Ndërsa kur poston një nga individët, ndonjëherë merr më shumë një individ, besoj se je dakord, se sa faqe kompanisë që mund të ketë me mijëra klient apo mbi 100.000 klient. Pse? Sepse platforma thot, unë dua të jap fuqi individit. Me një postim ti kisha marrë mbi 700 likes. Kurse faqja e kompanisë mesatare mund të marrë 30, 40, 50 like. Sepse i thot kompanive, nëse do vizibilitet, you have to pay to play. Ti duhet të paguash nëse do vizibilitet. Kurse individëve i jep gjithmonë fuqi më shumë. Dhe këtë po ndjekim kompanitë më të mira në botë si praktik. I kanë kthyer media sociale si një strategji biznesi për të përfshirë sa më shumë nga stafi që ti i fuqizojnë ata me aftësitë digjitale, që të rrisin prezencën digjitale dhe ti kthejnë ata në brand ambasador, në ambasador të brandit që të promovojnë ekspertizën, momentet e bukura me stafin, kulturën që ndajnë me njëri tjetrin, historitë e suksesit, jo vetëm të kompanisë, po dhe të stafit dhe të klientëve, për ta bërë brandin edhe më njerëzor. Se një pjesë e mirë janë fokusuar tek vetja, ne jemi më të mirë, thot ai kompania, por kanë kuptuar që postimet që kanë më shumë ndërveprim dhe postimet që pëlqejnë më shumë nga audienca janë ato që fokusohen te njerëzit, jo te kompania. Sepse vend të gjallë. Sepse kompania një gjë i krijon një lidhje shpirtërore. Absolutisht. Dhe kjo është më gjëja më e Absolutisht. Dhe kanë kuptuar që njerëzit i besojnë më shumë njerëzve sot, jo më logove të kompanive. Dhe sa vjene më shumë kompani po e kuptojnë këtë dhe po japin fuqi individëve. Po, tani ndoshta mund edhe ta ndajmë. Ta kthejmë bashkëbisedim, do ishte mirë. Po, mund të marrësh mikrofon? Po. Thjesht doja të shtoja diçka. Kam qenë pjesë e trajnimeve të Renatos shumë herë, dhe ajo që vjen direkte është pas trajnimit, të gjithë stafi që është e kompanisë fillon poston në media sociale. Pra kuptojnë rëndësinë e tyre të brandit të tyre personal, por kjo e lidhur edhe me kompaninë. Nga ana tjetër, personat e tjerë janë shumë kurioz të shohin një opinion të stafit të kompanisë, sepse në kompaninë tashmë janë mësuar. Ne jemi më të mirët, ne ofrojmë produkte më të mira, por e thënë kjo nga opinioni i një stafi të kompanisë, ka më shumë pesh tek klientët, ka më shumë pesh tek bashkëpunëtorët, tek networku dhe komplet tek networku që ka kompania. Kështu që të gjitha trajnimet që janë bërë nga Renato kanë pasur një impakt shumë pozitiv
por mbi të gjitha kanë pasur një edukim të vetë stafit, sepse më përpara në website-et e kompanive apo në profilet e kompanive në media sociale kishte një reaction shumë të ulët të postimeve. Pas trajnimeve kuptuan që edhe duke reaguar në postimin e kompanisë apo duke e bërë share të postim, duke bërë tag persona të tjerë, jo vetëm rrisin imazhin e kompanisë, nëse duan që të jenë në të funksion, por në rast të parë rrisin imazhin e tyre si profesionist pjesë e kësaj kompanie, por si profesionist të pjesë të vetes së tyre. Faleminderit. Një nga persona që njoh këtu, që është aktive dhe unë e përgëzoj shumë, edhe që është model, është Ermira. Edhe shumë faleminderit që ke ardhur sot. Dhe për misionin që e promovon her pas here. Misionuar në takimi sot, sepse nuk prisja të gjenja këtë, për arsye sepse unë vetë kam punuar 35 vjet në Institutin e Shëndetit Publik në shëndetin profesional. Dhe kam parë kushtet e punës, sëmundjet profesionale e gjëra të tjera, por sidoqoftë dhe në atë kohë bëhej diçka, të paktën ne vinim në punë, pozicioneve të detyruara se si ato të merrnin sa ushtrime, por dhe rrisin dhe produktivitetin dhe sëmundshmërinë. Por në kohën që filluam të përdorim dhe muzikën pak, se këto pubet në për kefrit shkosh në një kafe, është një stil i veçantë sipas profesionit që të përdorë dhe muzikën. Kur erdha sot këtu, në fakt po vija një çik si gjysmë kështu, sepse dua shumë Renaton, unë Renaton jam njohur nga LinkedIn. Renato është një burr i ri, kam pasur fatin të takoj me bashkëshortën e 2 fëmijë dhe më ka ngjallur si thosh, ka qenë një figurë e plotësuar morale që unë të vi sot këtu sepse unë jam shumë e smur sot që kam ardhur këtu. Faleminderit për prezencën. Ajo që më preku mua tek strategjia fituese është që Renato ka dhënë shembull. Jemi kaq të lodhur nga llafologjitë e pafundme dhe nga reklamat të bezdishme, qoftë për të marrin telefon, qoftë ato. Ke frikë ta hapësh se del shitet këtu dhe unë tash jam bërë një agresive, se unë jam një gru e moshuar sot dhe më lejohet pak agresivitet. Në fakt në moshën e rinj duhet zbutet, unë jo. Shitet shtëpi dhe shoh atje një çikat, një gore getoj të mund dhe nuk pranoj që të diskutoj për këtë gjë, jo se do blej shtëpi, por nuk dua ta shoh më si faqe. Kështu që unë mendoj se Renato ka dhënë kjo që t'japësh shembullin, sepse gjithmonë mund të flasim teorikisht, por kur ndonjëherë nuk kemi veprime në praktikë, se si duhet t'i ndryshojmë dhe t'i zhvillojmë gjërat, dhe sa e vështirë, unë bile këtë duhet të më tregoj Renato, se si ka arritur të ndryshojë konceptet e disa njerëzve që kanë 30 vjet, që kanë të njëjtën mënyrë, të njëjtën llafologji dhe të njëjtën shëmtirë që nuk të vjen që të dëgjosh. Kështu që jam shumë e prekur nga kjo, sepse unë gjithmonë jam nga fjalët në veprime. Se jemi të lodhur ashtu dhe t'japim shembuj që të edukojmë dhe brezat. Pse ta them këtë Renato? Unë vetë nuk do ta kisha menduar që edukimi të ketë rënë kaq shumë. Ti humbasim atë rëndësi që ka pas në kohën tonë, që ne po të mos kishim një fakultet, ti nuk merr një vend pune. Gjatë 30 vjetëve unë kam parë individ të cilët nuk i kanë lënë që të shkojnë në shkollë, që janë persekutuar dhe nga regjimi dhe kështu, dhe kanë arritur nga një gjë vogël të arrijnë në një gjë të madhe dhe kjo ju ka dhënë sigurisht të radhë, pak njerëz të radhë, një fuqi mentore, fizike dhe emocionale. Sa që unë jam manitur se që ekzistonin këto njerëz dhe që nuk pranojnë të bëjnë as marketing, sepse e kanë vetë atë gjë. Janë të njohur vetë si individ të moralshëm dhe të vërtetshëm dhe bile i thash se 3 vëllezër i pashë i thash, ju thash shqyr që jeni njerëz të vërtetshëm për të hequr se u lodhëm nga maskat, për që jeni të nevojshëm përpara këtyre njerëzve që të njohë shoqëria këto njerëz. Prandaj edhe unë kam marrë Renaton pak vetë si model, pikërisht për këtë edhe anën morale, jo vetëm profesionale, se ka profesionistë që mund të jenë të mirë disa gjë, por janë njerëz të thatë, njerëz që nuk kanë ndjenja të holla, që nuk e fusin këtë gjë, dhe ti sado i mirë që t'jesh, nëse nuk e jep këtë gjë, për mua nuk e asgjë. Nga fjalët e vetë. Biznesi dhe brandit të si lider i industrisë, duke marrë praktikat më të mira, dhe këtu lexon mbi 10 sfida dhe plane veprimi. Çdo hap, secilin nga 10 hapat, në fund ka një plan veprimi me nga 5 deri në 10 pika kryesore që duhet të ndjekësh për të zbatuar të gjithë strategjitë që fliten në këtë libër. Pra, nga historia del thelbi dhe kthehet në plan veprimi. Kjo është ajo që mua më kanë pëlqyer te librat e huaj, Atomic Habits apo fillon me Pse Simon Sinek, që si ti kthejmë këto ide në praktikë. Dhe kjo
kjo më ka marrë dhe më shumë kohë. Dhe shumë nga workshopet që ne kemi bërë me kompanit, për të ndryshuar atë mindset, nda dhe libri është ndarë në 3 pjesë. Mendësia, strategjia, me 10 hapet, dhe pjesa e tretë është transformimi. Që këto mendësi që ke, këtë strategji, si ta vësh në veprim. Si të përfshish të gjithë stafit, që të ndjeki këto hapa, dhe pasat këthesh edhe klientët në brand ambasador. Në mënyrë që të arrish 360 gradë, dhe të gjitha hapat janë me plane veprime. Dhe nga feedbacku që ka marrë, kjo është vlerë akoma dhe më e shtuar. Është bërë në rol që nëse ne zhvillojmë një workshop gjithë bashkë, vetëm duke ndjekur planet veprime dhe sfidat, në qoftë se i zbaton ato, e ke shumë herë më të lehtë pastaj për ta zbatuar edhe në biznesin tënd. Kjo është ajo që kam dashur, sepse jam nisur si nga vetja që çfarë do doja. Dhe kam kuptuar që nëse ne i postojmë, mësojmë shumë edhe nga komentet e miqve në networku, në njohjen tonë. Dhe duke marrë komentet, historitë e tjerëve, ne shikojmë si duhet të rezonojë më mirë mesazhi, si ta përshtasim më mirë, dhe bëra këtë gjë. Gjithë idetë për 3-4 vitet e fundit, gjithë postimet që kishin marrë mbi 100 like, më shumë komente, ato që unë i besoja më shumë, i odha në një Word, në një material Word, dokument, dhe ishin gati 300 faqe. Dhe thash, shiko, unë pas kam bërë një libër, po pas kam bërë gabim, pas kam bërë mbrapsht, që thash, shiko, tani do e bëj në formë strukture, ndava 3 pjesët kryesore, mendësia, strategjia dhe transformimi, hodha idetë e artikujve ku duhet zënin pjesë, shtova dhe historitë e mia dhe u bë libri. Dhe duke nxjerrë më të mirë. Faleminderit. Faleminderit. Unë do të them një gjë të parë sot që më ka ndodhur sot një ngjarje shumë interesante. Tek po dëgjoj këngë, edhe ishte për njerëzit që mungoj njerëzve. Kinesë shoh një koment, e kisha fjalën dhe mua më kam frymëzuar komentet. Kinesë thoshte, sa e bukur thotë kjo këngë sa ndjer. Më çova idenë për të hapur një kafene ku të bëj të muzikë dhe njerëzit të qajnë dhe me të madhe. Do të ka një bukur. Rezonon. Ide e mirë, do të ka ndodhur me një muzikë të... Unë, mesazhi që unë dua t'jap çdo nga eksperjenca që unë kam këto 10 vite, çdo profesionist kur ulesh dhe bisedon ka shumë ide me vlerë. Dhe them, është gjyna që ata nuk i ndajnë online me të tjerët, se fund ditës media sociale radhë parë janë për ne, për njerëzit, radhë dytë janë për kompanitë. Ata shpeshherë nuk i dinë që këto mesazhet që mbartin janë me kaq vlerë. Dhe janë edhe me vlerë. Dhe mendoj çdo profesionist duhet i hedhë në një dokument, qoftë në një libër, qoftë në një mënyrë artikuj që t'i ndaj me tjerët. Unë do preferoja me eksperiencën që po grumbulloj të ndahet në formë libri, sepse libri mbetet aty dhe mbas shumë vitesh është një dokument, një kujtim i bukur. Jo thjesht për ta shitur, jo vetëm për ta shitur, apo jo për ta shitur, por për treguar mënyrën tënde të menduarit. Në botën digital, në botën e AI që do kemi një lumë informacion, historitë tona janë ato që na bëjnë dallojmë nga tjerët. Dhe kur je profesionist dhe do të njihesh si një profesionist, mënyra më e mirë është t'ia tregosh tjerëve, ja pse ti je profesionist, ja si ti mendon ndryshe nga tjerët, ja si ke ndihmuar historitë e kompanive të tjera apo profesionistët e tjerë, dhe ja çfarë impakti ka. Dhe mënyra më e mirë nuk është thjesht me një postim, se postimi është akoma harohet. Janë se ato 300 postimet e mia që kur takoj njëri nuk i them dot shiko 300 postimet e mia. Kurse kur jep një libër ti jep pothuajse gjithë idetë më të mira që ke menduar ndër vitet e fundit. Dhe është një mënyrë shumë e mirë komunikimi. Dhe që mendoj çdo profesionist duhet ta ketë në mendje që ti hedhi diku apo ti ndaj me të tjerë. Dhe sa më shumë njohim njerëzit, aq më shumë na hyn në zemër, mendoj unë. Më tha një nga lexuesit të eventi i parë që ka një magji libri, që kur ti një njeri, një lexues merr librin në shtëpi, ti hyn pak edhe në zemër personit tjetër, sepse ai është i brenda familjes ti. Dhe leximi është shumë personal, në një kafene apo në një ambient shtëpie, është shumë personal, duke sikur i flet përballë. Dhe janë ca histori që janë shumë personale të mia, sepse këtë kam dashur të nxjerrja, që shumë gjëra nuk thuhen dot as nëpër trajnime, as ku je në kafene, se ndërpritet. Dhe është një shprehje që unë prandaj shkruaj tha se nuk dua të më ndërpresin. Dhe unë flas shumë zakonisht, kështu që prandaj dhe kam bërë.
Me thënë të drejtën, Renato, unë jam duke lexuar librin dhe në fakt ka ardhur në një moment shumë të duhur për mua, sepse nuk e di nëse e di, jam duke hapur një biznes timi dhe me si po pres që ta përfundoj me thënë të drejtën pas 7 viteve edhe unë në marketing. Dhe realisht të komplimentoj edhe pse u tha dhe u stërtha dhe ti vetë i di vlerat e tua. Me si po pres do me thënë që ta mbaroj dhe ta vë në zbatim të gjithë këtë mundësinë që ti ke futur te libri, se nuk është thjesht fjalë dhe fraza, është mundësi për mua, në zbatim të asaj gjëje që unë po hap. Kështu që realisht të komplimentoj dhe për post libri, të komplimentoj dhe për faktin që ke arritur të kapësh këtë strategjinë që nuk është shumë e vjetër në marketing të employer branding. Dhe me thënë të drejtë një koment për atë që u fol çfarë, që njerëzit kur shohin një postim nga një punonjës i X kompanie, ata çojnë më shumë me punojësin sepse tashmë kanë krijuar idenë që kompania, banka, real estate apo gjitha këto të tjera e lexojnë sikur ata duan vetëm të shesin, ndërsa në momentin që shohin një postim nga një njeri i thjesht, individ që mund të ketë të njëjtat halle si ai, ndoshta ata çohen më shumë me faktin që shiko se ky po më përcjell një gjë që mund të jetë reale. Kështu që kjo pjesa e employer branding realisht më pëlqen që e ke cekur. Komplimente. Faleminderit për gëzimin e ti. Mendoj që edhe nga shumë idetë që ka libri, qëllimi kryesor është që ta shikojmë marketingun si influencë. Influencë për të bërë sa më shumë njerëz që të njohin, të pëlqejnë dhe të besojnë. Edhe sot përmes mediave sociale mund bëjmë me mira njerëz. Dhe shitësit më të mirë janë dhe marketerë sot, nuk mund të jenë vetëm shitës. Pra ka ikur shitës analog që presin të vi klientët e dera. Sot përmes postimeve patjetër që influenca është shumë herë më e madhe. Dhe shumë nga idetë që kemi dhënë patjetër është që ti të rrisësh audiencën, të rrisësh influencën që në momentin e parë që ato kanë nevojë për ty, emri yt i pozicionohet si zgjedhje e parë atyre, sepse ti i ke ndihmuar dhe i ke edukuar vazhdimisht ato. Kjo është ajo që mendoj që duhet dalluar dhe që mendoj që ka dhe më shumë vlerë për pjesën e komunikimit marketing. Po? Njerëzit nuk blejnë produkte, thot Renato, po blejnë zgjidhjen e problemeve të tyre. Pra, të zgjidhësh një problem, patjetër që kërkon shumë impenjim, të trazon mendime dhe ndonjëherë të prish edhe gjumin. Dhe mendojeni se sa e rëndësishme është blerja e një produkti, sepse në thelb ajo ka të bëjë me zgjidhjen e një problemi mendor, shpirtëror që ty të mundon prej kohësh. Do thënë Renato ka ditur në thonjza ta kandisi, siç thoshin gjyshet tona, klientin apo lexuesin e këtij libri për t'i dhënë një jehon të pamatë se sa e rëndësishme është procesi blerjes së një produkti, aq sa krahasohet me zgjidhjen e një problemi. Po kështu edhe shpreha kompanitë njerëzore janë gjithmonë fitimtare, unë do të thosha që janë shprehje dhe janë modeli i ri i epokës së re në cilën ne jetojmë. Në vitet kur unë kam mbaruar marketing, këto shprehje gati nuk ekzistonin ose ishin të strukura në faqet e fundit të librit. Pra, Renato ka ditur të përzgjedhë si një sit reflektimi se në gjithë morin dhe në gjithë lëmin e strategjive të marketingut, të cilat shpesh herë ndryshojnë si stinët e vitit, ai ka ditur të zgjedhë në të libër të shkruaj pikërisht për ato strategji të cilat janë gjithmonë të qëndrueshme kundrejt çdo stine të vitit. Dhe mendoj kjo është një nga veçantitë e tjera të librit, përveç atyre që përmendën parafolësit. Okej. Faleminderit. Po. Më krijove një pyetje. Po. Sa edhe këto se unë duke qenë një grua 30 vjeçare dhe e kam humbur këtë kohë kaq bukur si e juaja për të thënë hapur dhe për të kapur gjëra kaq interesante që të mbushin, s'është puna është ta jetosh jetën plot. Sa vjeç që ti dhe që më dëshpëron mua që unë nuk e jetova kaq bukur. Se mbaj sekret, unë 40 vjeç jam. 40 vjeç, po. Mundohemi përpiqem të mbajmë nga çik. Por e bukura është që
kam filluar i ri dhe para shumë vitesh, mbasi mbarova masterin, isha në dilemë, do vazhdoja doktoraturë, thash për 10 vitet e ardhshme, në 2016 kam mbaruar masterin, 10 vitet e ardhshme do lexoj librat bestseller për marketing, shitje, komunikim, gjithçka që mua më pëlqen. Dhe zgjodha këtë dytëm, kështu që për 10 vite pothuajse mund të kem studiuar mbi 300 libra, besoj, që mua më pëlqejnë. Pyetje, nëse ka, po. Renato. Pështevi. Nuk isha më shumë një pyetje, kam marrë për 2 libra, nuk është se i kam bërë Po. detale, po duke qenë se po flasim për marketingun, dhe të pyetja para praktikisht, e ke parashikuar në libër faktin e frikës që kanë njerëzit për dalë dhe për të folë për Patjetër. natyre? Patjetër. Mund të lexoj edhe një pjesë për këtë pjesë. Dhe e kam parashikuar se është një nga temat që ne diskutojmë më shpesh në përtrajnime, sepse është frika e vetë individit që të ndaj det me tjerët. Dhe gati 90% e njerëzve e kanë këtë frikë, se u komunikojnë në publik, që pjesa më e madhe e kanë frikë. Por ne themi imposter syndrome, që sa do profesionist jesh ti ke mbi 10 vite, 15 vite se ne njihemi, dhe prap thua nuk jam akoma gati që të flas për fushën time, se mendoj që nuk jam akoma profesionist. Dhe gjithmonë jemi kërkim një libri më shumë, një trajnimi më shumë, dhe kjo rreth vicioz nuk mbaron kurrë. Ne themi, kjo është i sekret edhe në public speaking, edhe në postime. Mos mendoj sikur po flet me 1000 veta, mendoj sikur po flet me një mik, me një person. Dhe ne themi ekspert sot nuk është njëri që i di të gjitha, se nuk ka asnjëri, nuk ka fund dije. Ekspert është ai njeri që qofse di 2 gjëra më shumë se mua, disa gjëra më shumë se mua, që ai mi thot mua dhe unë i ndjek dhe arri më shumë se çfarë po arri sot, për mua unë e vlerësoj dhe i them faleminderit. Është një histori e bukur tek një film me Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can. Nëse keni parasysh, ai që falsifikonte gjithë dokumentat, çeqet edhe në fund fare mezi e kapi ai inspektori polici, edhe i thot në shpreha që ka ngel legjendare. Si ka mundësi i thot, që ti, kuptova si ke bërë gjitha mastrimet e tjera, po si ka mundësi ti shkove në një universitet, në Harvard, dhe për 3 muaj, bëre sikur ishe pedagogu i tyre, dhe asnjëri nuk e dyshoi që ti nuk ishe pedagog. As studentët, as pedagogët që ti shkoje haje drekën me ta. Cili është sekreti yt, i tha. Edhe ai tha, është shumë e thjeshtë. Unë thjesht, kur flisja në klasë, unë lexoja një kapitull para studentëve. Dhe kur unë flisja, të gjithë më dëgjonin. Sa asnjëri nuk e kishte hasur atë kapitull. Unë isha një kapitull para. Dhe i them profesionistëve kur bëjmë trajnime, ju nuk jeni thjesht një kapitull para. Ju jeni me vite kapitull para, sidomos ato që kanë 5 vite, 10 vite, dhe është gjuna që dihen ta mbajnë këtu. Dhe është si ai gjeniu që ka ide me vlerë, po i mban brenda 4 murave dhe nuk i ndan me tjerët. Që njerëzit kanë nevojë për ato ide, do i vlerësonin, do i paguanin, dhe vetëm sa ai nuk i ndan, njerëzit nuk e njohin dhe për ata nuk ekziston. Dhe është gjuna. Dhe ajo që tjetër që mendoj që ndihmon shumë është çdo postim mos mendojmë që ne po promovojmë veten. Jo, në çdo postim ne mendojmë që promovojmë misionin ton, mënyrën si duam të ndihmojmë njerëz. Dhe ndajmë atë ide që ne vlerësojmë, po që mendojmë mund ndihmoj edhe një atë person, atë mik. Ajo është e rëndësishme. Kujt po i flet? Këtë do të ndihmosh. Ndoshta vite jote para 5 vitesh, apo një që do të futet në fushën e real estate-it. Pra, në momentin që ti e ndan këtë shifti, që çfarë misioni ke ti, si do të njihesh në treg, dhe çfarë problemi zgjidh, është shumë herë më e lehtë pastaj. Shumë neve na thonë që unë nuk du të bëhem i famshëm, nuk du të postoj shumë etj. Është tjetër gjë fama, tjetër gjë brendi personal. Të kesh një brand personal, themi, të jesh i dukshëm për njerëzit që kanë nevojë për aftësinë tënde, për ekspertizën tënde. Dhe një person që ka një brand personal është ai që njihet për një problem që zgjidh në treg. Dhe në momentin që ai njihet që është ekspert i asaj fushë, autoritet i asaj fushë, patjetër që unë do të zgjidh ty. Po e vetmja mënyrë që ti të njihesh në treg në atë mënyrë është që ti
të komunikosh me ne, të njihesh dhe të bësh i dukshëm. Të bësh i dukshëm për njerëzit që kanë nevojë për ty. Dhe ka të bëj shumë edhe mënyra se si komunikon. Patjetër online. Dhe mund të them edhe një pesazh në fund të librit, që unë edhe e përfundoj libri, që ka lidhje me këtë. Okej? Mund ta lexojmë tani. Spoiler. Po, që është një nga pjesët që besoj që do e lexojmë shpejt. Okej. Si një falë. Kam bërë draftin mbi 6 herë, kështu që i njoh. Dhe që është kapitulli i fundit që thotë: e ardhmja e marketingut jetë ti, është reputacioni yt, brendi yt personal, që do të luaj rol vendimarrës në lidhje me atë që njerëzit do të blejnë, do të punojnë apo do të bëjnë biznes me ty. Akoma shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë mundësi. Disa shpërndajnë vetëm postimet e kompanisë, por nuk shprehin mendimet, punën dhe ekspertizën e tyre. Por originaliteti dhe ekspertiza jote janë avantazhi yt konkurrues në treg, sepse brendi yt personal ka të bëjë me ty, jo me kompaninë. Ashtu si kompanitë që punojnë të rrisim brendin e tyre, ashtu edhe unë dhe ti duhet punojmë të rrisim emrin ton si profesionist. Sepse nëse ne nuk e promovojmë veten dhe punën ton, kush do ta bëj për ne? Vetëm kështu do të arrijmë të bëjmë më shumë njerëz të na besojnë dhe të na zgjedhin ne. Vetëm kështu do të jemi konkurrues në treg, sot dhe nesër. Dhe tani është momenti më i mirë për ta nisur. Ky ishte. Faleminderit. Ky ishte mesazhi. Në një pyetje, nëse keni? I ke bërë gjitha të qarta. I ke bërë qarta, mirë. Po, nëse mund të Po, atëherë ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen, për pyetjet dhe vëmendjen tuaj maksimale. Libri tregoi që kishte këshëri sepse është një nga promovimet që ka zgjatur më shumë në eksperiencën time si botuese. Ju falenderoj shumë për prezencën dhe nëse dikush do të blej librin me autografin e autorit, jeni të mirëpritur. Renato, faleminderit dhe rrugtim të mbar librit. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe librarinë Adrion që na mundsoi ambientet e saj për të promovuar librin e Renatos. Faleminderit. Faleminderit që gjithë që keni ardhur.